Me ne është bashkuar miku i podcastit, Zoti Kujtim Gjuzi, deputeti i legjislaturës së 18-19. Po thejgjësh 10-ën i bie deputeti i legjislaturës 9. Kështu që je okay. E vërtet. Ishte lapsus, po ju gjithmonë jo, si ishte lapsus. E korrigjoni. Domethënë ju e keni atë, gazetar jeni ju, e keni provën, provokimin e keni aty gjithmonë. Ai që s'u beson juve gabon. Zoti Gjuzi ka pasur shumë zhvillime si brenda vendit, po ashtu edhe ato globale. Fokusohemi fillimisht tek protestat. Ju ishit dje i pranishëm. Po. Si shkoi protesta? Unë mendoj se është protesta më shkëlqyer edhe dje profesor doktor Sali Berisha është treguar diamant briljant. Ju mund thoni pse? Një katolik hapi dje protestën. Kjo s'është pak. Do me thënë që kemi thënë këtu ne, kryeministri duhet katolik. A do jetë djegmarka apo jo, ajo është mesazh. Siç e lexoj unë, doktori është i palexueshëm, ai është profesor doktor i shkencave, akademik ndërkombëtar. Qartë, por duke ju referuar zhvillimeve kryesore, ka pasur shumë iniciativa, protesta, po ashtu cili do të jetë hapi i radhës i opozitës, pasi edhe ju jeni pjesë e frontit të përbashkuar opozitar me partinë tuaj? Në botë asgjë s'humbet, çdo gjë është e riciklueshme, thon ligjet e fizikës. Me datën 20 paralajmëroi zoti Berisha që mund të jetë protesta që mund t'i thotë Ramës ose bëj tavolinën përpara datës 20, edhe nuk do ketë nevojë për molotov, shashka apo fishekzare të forta, ose po filloj protesta me datën 20, do të përkoj me 9 vite më parë, që ka filluar me datën 18 shkurt 2017, a ndodhi që ja morëm gjysmën e qeverisë Rama në atë kohë? Tani Berisha ka hedhur asin në lojë, pra ka lëvizur shumë bukur me kontinentin që unë e quaj klub kristian, ka hedhur profesor doktor të shkencave në mitingun ose protestën e parë Luciano Boçi, i pari, dhe zoti Gjekmarka i dyti. Pra Berisha është tolerant, megjithëse në vend jemi akoma majorancë e besimeve islame apo bektashiane. Pra, Berisha është burrshtetas në konceptin e së ndërtimit demokratik të shtetit. Kështu që protesta kishte njësoj sikur luante Tirana me demat në kohën e diktaturës, që stadiumi shkonte 12.000, 13.000, 15.000 spektator. Unë mendoj që me një logaritëm që e shofun si kuadrant, do me thonë, një 10.000 është e pa diskutuar që ishin në shesh. Kjo pastaj mund varjoj 3% më shumë, 3% më pak, po ti marrish këto në integral i thonë 6% minus plus, i bje që mund të jenë dhe 16%, i bje që i pje 16.000 njerëz, çfarë kërkoti më tepër të vinë atje? Çfarë kërko? Kur dalin 16.000 njerëz, do thotë fillojnë të rrëzojnë qeverinë me dhunë. Doktori ka tregu që ka pas kryeministra që janë bërë kështu, për ndjes pas që kanë lëshu zyrën pastaj. Zoti Gjuzi, ju e përmendët paksa që hapjen e kësaj proteste e bëri zoti Gjekmarkaj dhe jo zoti Noka. Mos ka ndoshta një diferencim nga zoti Berisha në këtë rast, pra zoti Noka po kalon pak më në hije? Jo, po me qenë se zoti Noka si ministri brendshëm që ka qenë në fund të lënies së pushtetit të doktorit, nuk desh me sa duket të vendosi ministrin e brendshëm, në konceptin që edhe po doli ai molotov më tepër, nuk e ka bëu sekretari i përgjithshëm. Pra Berisha i merr njerëzit në mbrojtje, dhe në këtë rast, siç e përmenda më lart, i dha avantazh Europës klub kristian, që e them. I dha avantazh, na pëlqen. Ne, por s'duhet harruar që morën në mbrojtje edhe krerët e UÇK-s në fund. Prandaj unë them,
është treguar mërëm diamant brillant. Ai që nuk e ka frikë diamantin që të pret, vetëm nëse ka kontrollin në Shqipëri, nuk e di që mund të ketë prerje me infra të kuqe. Akoma se di, se vetëm ajo është më lartë se sa diamanti, si prerës. Pra, Berisha të pret. Imagjinoje kur është dhe dikush tjetër aty, nuk është rasti im, po opozita e gjitha që kërkon ai ta bashkojë dhe hodhë dhe idenë që është bashku, tha, SBA Britani me BRSS-n e Stalinit. Do më thënë, i bie disa njerëzve që janë marksista, i tha, hajdeni këtu, se vetëm s'keni që të bëni me 1, 2, deri në 4 deputet. Pra u treguaj hapur mbrëm. Gjusë, ju dhe partia juaj jeni diferencuar gjithmonë dhe jeni distancuar nga Molotovët. Dje pati hedhje Molotovësh. Si e komentoni? Mendoj që pranaj nuk del aty të flasë një Tiranas kur ka Molotov. Se i thonë të shtëpia prindërit që shiko, po të ketë Molotov, mos dil me fol. Nuk mund të kem koment tjetër përveç se kësaj. Shpresoj që me datë 20 do të ketë folus, do të ishte shumë mirë, që të kishte një folus Tiranas, por jo unë, e theksoj këtë, se i takon që të hapë Partia Demokratike protestën. Ajo është partia më e madhe opozitë, ka rezistuar. Ka ndash me e prish, me e fundos, pa fundos, edhe i bi edhe një 24 vjet me qenë Berisha aty. Se ai ka thonë që unë do jetoj më shumë se gjyshi 105 vjet, do të thotë i bie 106. Zotë Gjusi, çfarë do të ndodh në 20 shkurt? Mund të jetë një nga skenarët instalimi i një çadre apo greve urie? Ne kemi tregu me Dibranin Lulzim Basha që ne ta marrim gjysmën e qeverisë. Kur them ne, 33 parti politike. Doktori ka pas në tavolinë 26, nuk i ka qua akoma 33. Po të vinde këto partitë e tjera, që quhen të reja, që kanë mandate, data 20, e ritheksoj. Topin mbrëm, Sali Berisha ja ka hedhë të këmbët si gjyle e Diramës. I ka thonë, ose merë gjylen, ju e dini gjylen, e të burgosurve në mes jetë. Që i venin gjyle që mos tiknin me vrap, apo ja? Ja ka hedhur gjylen e Diramës, mbrëm. Në moment që i filluan këto, të thuja, Molotovët, unë vetë, me gjithë grupin konservator, që jemi ne, nuk jemi shumë, pa i sa jemi, thash hajde këtu largohemi ne, se të shkojnë të tjerët, pastaj digjet policia, digjet futesh në situatë kriminale. Ju e patë mërë, gazetari, kolegu juaj, ose moderatori, Ariana Simja, e pa, që mori një goditje, ajo është shqiptar amerikan, kë godet, o polici, o Edi Rama, qa bën? Pastaj tjetra, ma mënd karambolin e deputetit të Korsës edhe godet polici me shkop gome, e pa, bishgës i them ki kujdes, o Gjirokastrit, se Gjirokastritët nuk rajnë me shkop gome, kanë fjallën. Mos, shkon deputetit të shtrojnë në spital, është e rëndë. Po përgjegjësia nuk është maksimale zëvendës drejtorit të policisë. Shtetit. Përgjegjësia është gjithmonë e kryeministrit, ani se ku ai ndodhet dhe ku është. 20 shkurti ka rënë busti, nëse Edi Rama do të thotë që unë jam bust, e jam më i fortë se diktatori Hoxha, okay? Për nga gjatësia e kalon. Që duhet me arë kavo, se vinë ka njerëz në Tiranë që vinë hypin aty sipër, kalati branche edhe, dhe vjen kavo në kokë, po erdhi punat e kavo, pastaj s'ke kohë as për bisedime. Zotë Gjusi, dje në protestë rroqi vëmendjen edhe prania e zotit Saljanit. Çfarë treguesi është ky? Më vjen keq sa ai është ka kaluar kohë në një vap fier. Nuk i bëhet presion Malit. Malin nuk e çan as vetëtima e as bubullima. Ani se kush e ndez vetëtimën dhe bubullimën.
që merr pjesë në protestë, ai tregon që unë kam dhënë për këtë subjekt, po ai subjekt i ka bërë familjarët e tij kryetar komunash. Nuk mund të marrësh me zor mandate në PD pasi ke shpërdorur foltoren e PD-s. Më lejo të them që në këtë moment, nëse do të ishte antar i Partisë Konservatore dhe do të bënte këtë lloj digresioni, unë do ta çoja në gjykatë për përdorim stampa vula. Se stampat dhe vulat përdoren me vendime të kryesive të degve apo asambleve. Ne kemi asamble, Partia Demokratike ka me deg. Është shkelje, zoti Saliani. Në protest bën shumë mirë që vjen, e kam thënë këtu te ju, një vend pune në Partinë Demokratike, minimalisht, po e them kështu atë çik fare, te zyra e protokollit, po jo si shefi protokollit, se ai është dënuar për falsifikim dokumentesh apo jo, dhe deklaratash. I duhet se ai duhet të jetojë me gjendjen e tij se i është hequr mandati. Heqja mandatit është heqje financash. Plus që ai ka patur një përplasje shumë të fortë me rilindjen. Pra, nuk duhet parë si përjashtimi i djalit, po duhet thënë vendi jot është në obor, atje. Ose të zyrat që të them unë e protokollit, atje. Jo duke i dhënë përgjegjësi. Pse? Nuk ka shkuar në Strasburg për të ankemuar dënimin një vjeçar. Është sjell mirë në Jevap, ka dalë përpara kohë, apo jo? Ky quhet shteti i drejtës. Por ka një dënim. Dhe për dënimin i cili nuk mund të jetë, e them edhe këtë, por duhet të shkojë në të gjitha shkallët e gjyqësorit se ka qenë deputet i Partisë Demokratike. Shumë mirë që ishte edhe, po të vesh re ka një mendim komunist paksa. Po të vesh re, pak njerëz janë që e rrethojnë. E lën vetëm e vini re. Mediat interesojnë, kryesisht janë media me fokus majtas, që i vendosin mikrofonin. Për mua nuk ka media majtas gjatas, media duhet të bëj punën e vet. Shumë mirë bën Saliani që vjen atje, por duhet të nënshtrohet strukturës. Qartë. Zoti Gjuzi, për të ndryshuar temë, për të folur për dosjen Epstein, besoj që ju e keni dëgjuar, ka qenë një dosje voluminoze, ka krijuar një reakcion të madh publik, jo vetëm në Shqipëri, por në të gjithë botën. Mendoni që ishulli Sazani, duke qenë se ai ishte i fiksuar me ishujt, mund të ishte një tjetër investim i zotit Epstein? Ku ka ligje, ka dhe shtigje. Është një shprehje popullore albane, shqiptare, domethënë. Ne kemi parashikuar që do kujdes shumë, si do mos kur je familjar të një presidenti të madh, që kam quajtur Donald Trumpin, presidenti më i mirë dhe më i madh i gjithë kohërave. Që do të thotë të themi aventurat e Tom Sawyer, kjo është një aventurë kriminale e Epstein. Bota ka vërtetuar që ka kriminal, historikisht. Ka mendje të mbrapshta. Ka mendje që Zoti ta ka dhënë jetën për ta jetuar dhe në një farë mënyre të ka vënë limite, që do të thotë lind, rritesh dhe bësh gati për në botën tjetër. Tani ti nuk mund ta shtysh jetën me pigmente, rrëmbimet 8 milion fëmijë në vit nëpër planet. Shifër shumë e madhe. A kanë humbur dhe në Shqipëri fëmijë? Po. A duhet ata që janë njerëz pervers, ata bën gjithçka? Kjo do shumë kujdes. A mund të ketë fëmijë shqiptarësh që mund të kenë qenë pjesë e zotit Epstein? E kam thënë njerë në parlament ministrit brendshëm, ke 1500 emra kriminalësh që kanë shitur vasha shqiptare. Dhe ky ishte katolik, ky ministri brendshëm në atë kohë. Dhe unë besova te ai. Ai pastaj na hodhi ne gaz lotësjellës.
se i vëmë emrin pastaj Leshki Miku. Në fillim unë i kam dhënë bonus, ju në parlament, ju e keni dëgjuar apo jo? Mirë se erdhe, shumë mirë që erdhe. Ku dëgjuan me Lotësjellës? Edhe një informacion tjetër, informacion fajde e ka pas. Për informacionin fajde reagoi. Dhe ajo çerdhe në atë kohë ushua. Ishte një çerdhe në Unazën e Tiranës. Ushua. Ka njerëz që nuk jetojnë më. I mori Zoti, nuk e di, ministri Brendshëm është njeriu më i rëndësishëm në krahun e kryeministrit. Po, ka. Qartë. Por ashtu ka dhe lobime për të madhen shenjtoren ton në Tereza, që ajo mund të ketë pasur bashkëpunime për trafikim fëmijësh me diktatorë të ndryshëm, mbajtje edhe për zotin Epstein flitet i Pesoni. Në djenin time, nën Tereza është larguar nga jeta se aty nga fund gushti i 1990 mos gaboj 97-ës, nuk jam shumë i sigurt. Po, 97-ën është. Nën Tereza është e vetmja shqiptare që nuk është martuar sepse është dhunuar nga serbët. Dhe këtë ja ka referuar vetëm Papa Vojtilës. Kur ka kërkuar që të mbroheshin fëmijët e Dardanis, fëmijët e Bosnjës, edhe në Liban ka shku për këtë punë. Dhe unë vetëm nëse do të ma thoshte Zoti, mund ta besoja. Po pyetja është, pse nuk ka një dokument që dikush ta akuzonte juridikisht? Nëse s'ke një dokument, kur do heri e i pafajshëm, jo më një shenjtore midis 12 shenjtorëve, mas Shënmëris kë kemi ne në botë përveç Nën Terezës shenjtore. Se Shën Pale, Shën Gjone, Shnanua, këto i kemi të gjithë ne. Shën Vasile, se mos në jeli hatri dhe pjesës ortodokse. Nën Tereza është shenjtore. Sulmet janë të Nën Tereza si sulmet që ju bon krerëve të UÇK-s. E njëjta gjë, është e njëjta politikë. Por është më shumë tani të Nën Tereza sepse është një katolike shenjtore. Ky është problemi. Unë nuk besoj veç Zoti. Po më tha Zoti? Zoti Gjusi, a kemi Epstein shqiptar në thonjza? Të ngjashëm në politikë ndoshta? A bën origji, e më thet tash. Ky që kene përballë, ka pas oferta. Kur se kanë pranu? Kur? Nga botë politikës? Duhet flej me gruan time, për aq kohë sa kam gruan time. Duhet flej me partneren time, të fejuarën time, të dashurën time, jo duke i përzi gjonat, me ndru pastaj gjakun, se merr infeksionet seksuale ju i dini, përderisa ka gra të politikanëve që shkojnë ke ginekologu, se ke ginekologu shkohet, patjetër që duhet shkojnë gra, duhet kujdesen. Po jo të shtohen në rastet e kancerit në organet të andra si dhe gjinekave. E thash çik shukte për të rujt pak, edhe për të rujt dhe emisionin tuaj se ju jeni radar, ju të kapni të shpëtosh radarit gjë e madhe. Zoti Gjusi, po ashtu besoj keni ndjekur me interes edhe të gjitha lajmet që vijnë nga vëllezërit tan në Kosovë. Në Hag po zhvillohet një gjyq tepër i rëndësishëm, jemi në ditët e fundit në finish, ku prokuroria ka kërkuar 45 vite burg për ish krerët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Pati dhe një mbrojtje
nga zoti Albin Kurti dhe një protestë të paralajmëruar me 17 shkurt që përkon po ashtu edhe me pavarësinë e Kosovës. Ju do të merrni pjesë, do jeni në Prishtinë? Unë isha në protestën e Tiranës. Albin Kurti është me vonesë. Por ka një gjë që duhet të thënë. Këtë strukturë, kryeministri i Kosovës në detyrë, që e ka çuar vendin disa herë në zgjedhje brenda një viti, e ka paralajmëruar përpara se sa të ndodhte. Siç qeshnin këta tanët me 140 votat 2016-ën, ashtu qeshnin edhe krerët e UÇK-s që kontrollonin Republikën e Kosovës, duke ndënjur 20 vite në pushtet. 20 vite në pushtet, kthehesh atje ku ju përmendët disa minuta më parë. Kthehesh në regjim. Bie demokracia e votës. Prandaj amerikanët e kanë 8 vite, vazhdo. 2 herë president, s'ke më. Kjo është demokracia që ne duhet ta importojmë. Kosova nuk e importoi këtë. Hashim Thaçi, po marr Hashim Thaçin. Ka marrë 45 vite prokurën e prokurorit. Gjykata mendoi, nëse është gjykata që unë mendoj, në shtetet e së drejtës, se kjo është gjykatë brenda Republikës Kosovës, anisë është speciale dhe me dhoma izolimin Hag. Duhet të jetë e kujdesshme se do të rrëzoj versionin e drejtë të luftës çlirimtare, të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, dhe do ngrej më vonë versionin serb që ata ishin kriminal, u dënuan dhe u shkruar në librat e historisë. 45 vite burg. Ku t'ja dhanë ata? Ante Getovina, që ishte ato generale, që si ma i men ata të gjithë. Pse se dhanë kaq vite? Po i dhanë nga 20 vjetë. Këto lloj prokurorësh kanë mendimin që duke dhënë maksimale 45 vjet, që atyre si del jeta për ta bërë burgun, i bie që ata sot që flasin bashk kanë edhe 37.5 vite burg për të bërë, se 7.5 vite ato i bën me ndonjërin qeli. Pyetja sa vjet është Hashim Thaçi? Ndjenin time është 53-54, plus 37, 84. Do të thotë ai del nga burgu 84 vjeç, nëse ato do ta mbajnë mirë, se atje pastaj është e rëndë situata. Por, nëse kanë bërë krime, dëgjoj këtë tani. Çdo njeri duhet të thonë, po, unë kam përgjegjësi për krimet që janë bërë. Po unë nuk kam bërë krim. Nuk kam shitur veshka. Nuk kam shitur zemra, nuk kam shitur asgjë nga ata që pretenduan. Këto ishin veprime antikombit shqiptar. Nga Karla dhe në Ponte deri tek i penduari Zvicran, apo jo? Ai që ngriti padin. Gjykata duhet vërtetoj, po në 200 dëshmitar shqiptar paraqitur në Hag. Asnjë nga këta ka thonë Hashim Thaçi më ke vrarë vllajin. Atëherë jemi në 50-50. Dhe në 50-50 është vërtetu krimi. Po, okay, dënoje. Jepi ati 20 vjet, se për 20 vjet tjetër rehabilitohet. Po jo 45 vjet. Këta lloj prokurorës janë menaxhment Soros. Kështu janë. Ata që deshin të prishin botën dhe familjen. Faleminderit Donald Trumpit që e riktheu doktrinën konservatore. Por, përgjegjësit janë. Pse 20 vjet në pushtet Hashim Thaçi? Pse nuk duhet të largohej më parë? Për të rujt me prende. Pse duhet të ulej me Ramën, Angela Merkel dhe Vučićin për ndryshuar kufit e Republikës Kosovës? Për këto mund ta dënosh Hashim Thaçin. Po jo 45 vite burg. Jo.
Për këto, kujtim Gjuzi, me 26 shtator të 2020-ës, kam qenë në një televizion në Republikën e Kosovës. Hashim Thaçi ishte president, apo jo? Unë i thash, nëse je i ndershëm, nëse ke punuar për Republikën e Kosovës, për kombin shqiptar, jebe dorëheqje nga presidenca, shko përballë në Hag si Ramush Haradinaj me shok, dili pa fajshëm. Unë shpresoj dhe dua shumë të dali pa fajshëm, Hashim Thaçi, me kolegët e tij, se si ka bërë gjërat vetëm. Por një borxh në Hakane, nuk kishte puna i të binte në grackën e Aleksandr Vučićit dhe Edi Ramos me Angela Merkel. Sot Europa vuan variantin Soros Angela Merkel. Është e mbushur me gati 32-33 milion njerëz jo europian. Se ne jemi europian, ne jemi shqiptar, ne jemi europian. Janë 7 milione gjysmë turq. Okej. Por ti ke mundësin tjetër, si lokomotive Europës, ndihmoj Turqin me financa atje. Jo për t'i marrë gen, si s'na i merr ne. Si tha ambasada gjermane në Tiranë. Kemi këto vende pune, nga hidraulikët dhe gjithë, dhe na morin ne sa 400-500 mijë njerëz. I bje me shujt kombe. Hashim Thaçi për mua është një dardan është këtej lumit në fakt. Okej, Malcia Gjakov, po është këtej Drinit, është nga Iballa, është nga fisi Thaçi i Ballës. Që do të thotë Republika e Kosovës dhe kryeministër, president, ai dha dorëheqje. Shkojnë Hag pa qenë presidenti i Republikës së Kosovës. Kjo tregon që ai 1/3 e 45 viteve e fiton vetëm me variantin që të ka marrë të jam dorëzuar në Hag, apo jo? Nga ana juridike ulen 15 vite. Dhe 7.5 vite burg i ka bërë, i bje që pas ka 22.5 vite burg, se kështu i bie. A është shumë? Këtë do ta gjykojnë gjyqtarët dhe për këtë unë do më lejosh tash. Baca Mram është kujdes në miting për ta përfolur këtë, për të kërkuar gjyqtarëve një vendim të drejtë. Le të shpresojmë që Europa të kthehet në drejtësinë e saj si Nurembergu, po unë nuk besoj se Nurembergu dënoi qytetar gjerman. Unë nuk besoj se Nurembergu dënoi ushtarët amerikanë që liruan Europën, apo britanik, apo qoftë edhe njerëzit tanë me gjithse u sollën si kriminal diktatura. Unë nuk di sot që një njeri, njësi partizane e Jugosllavisë, ish Jugosllavisë, apo e Shqipërisë, të kenë qenë në Nuremberg. Ati ishin vetëm nazistët. Na Goebbelsi me gjithë grupin e tij. Unë nuk e besoj që Hashim Thaçi është kriminal. Nëse ka një fije ndërgjegje brenda që e quan që po mund të ketë ditë diçka dhe nuk e kanë nxjerr, luftë ka qenë. Dhe në luftë bën dhe krime lufte. Ka një luftë pa krime lufte? Nuk ka. Qartë. Zotë Gjuzi, faleminderit shumë që ishte me ne, faleminderit shumë për të gjitha pyetjet që ju i përgjigjeni me shumë thellësi dhe me shumë inteligjencë si gjithmonë. Ju falenderoj edhe një herë tjetër edhe kënaqësi e madhe që ti je në radar tani, po bëhem muaj 6 që jam këtu. Le të shpresojmë, domethënë që ne të themi të vërtetat. Të vërtetat, duhen thënë, ose ulën stol. Faleminderit shumë. Faleminderit ju.